Të nderuar pushtetar vendor të Sarandës, ky është vendi që na keni sjellë të punojmë. Ky është moli i ri që po bën bashkia, i cili është i papërfunduar, i pa marrë në dorëzim. Edhe këtu na kanë sjellë neve që të çojmë njerëzit. Shikoni edhe vetë gjendjen se si është një gjendje mirane. Por sa filluar nuk është fare i përfunduar. Nuk është i marrë në dorëzim nga bashkia. Edhe këtu na kanë sjellë neve, na kanë rrethuar detin dhe na kanë sjellë të punojmë vetëm këtu. Na kanë lënë vetëm këtë korridor, i cili është e papërfunduar, që zor se përfundon dhe në modë se si vjet. Nuk e ka arritur sezonin, nga është i papërfunduar. I shikoni hekurat dhe punimet që vijojnë. Ndoshta ka ndaluar për punën e sezonit dhe do ngelet kështu për gjithë sezonin. Kjo është gjendja e molit që neve na kanë sjellë të punojmë. Ky është moli këtu. Ja. Kjo është, shikoni çfarë gremine ka këtu që do hipin njerëzit. Ja dhe hekurat, që janë 100% burim aksident, nuk mund të hipin të moshuar dhe fëmijë. Ky është moli që na kanë sjellë të punojmë. E shikoni dhe molin si është, vetë, edhe këtu na kanë sjellë të punojmë. Kjo lartësia është rreth 1,5 m. Nuk ka asnjë lloj fare standardi që të parkojnë këtu mjetet. Pra, si thamë dhe më parë, ky është moli. Ky është moli i bashkisë. E shikoni dhe vetë. E shikoni dhe vetë që është i papërfunduar. Shikoni lartësinë këtu. Kemi ardhur vetë në mendimin tonë, me mendjen tonë kemi bërë një lloj shkallë këtu, po përsëri e shikoni vetë lartësinë se sa është për të ulur në det. Kemi rreth 1,5 m lartësi këtu, i cili është i papërfunduar, i pa marrë dorëzim nga bashkia, dhe neve na kanë dhënë në përdorim që të vijmë vetëm këtu. Dhe na kanë bllokuar komplet detin, e kanë lidhur nga cepi i ishullit për teja dhe këtu, dhe na kanë lënë jashtë rregut të punës. Prandaj kërkojmë të vihet dorë për këtë punë nga qeveria, nga Spaku, nga pushteti lokal, nga të gjithë të vihet dorë, sepse jemi 200 familje që na kanë nxjerr me një vendim brenda një dite jashtë rregut të punës. Ky është moli, i papërfunduar komplet.